Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Policia identifikon autorin e vrasjes së biznesmenit italian Tepelen, shpallet në kërkim një 48 vjeçar nga Vlora, shkak i ngjarjes një konflikt banal. Velia ankimon vendimin e qeverisë për shkarkimin nga detyra e kryebashkiakut, e quan shkelje të kushtetutës, thotë se mungesa për 3 muaj nuk varet prej tij. Nis procesi gjyqësor ndaj ish-kryeministrit Berisha dhe të pandeurve të tjerë në dosjen Partizani. Avokatët kërkojnë pavlefshmërinë e akteve hetimore. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Policia zbardhi në kohë rekord vrasjen e një biznesmeni italian 2 ditë më parë në Tepelen. Autori dyshuar i ngjarjes është një 48 vjeçar nga Vlora që tashmë është shpallur në kërkim. Ai qelloi me armë ndaj biznesmenit dhe personave që e shoqëronin atë pas debatit për dritat e gjata të makinës. 2 ditë nga vrasja me armë zjarri e biznesmenit italian Edoardo Sarci, policia ka zbardhur ngjarjen e rëndë që ndodhi në zonën e Salaris në Tepelen. Kamber Sulçaj, 48 vjeç nga Vlora, është shpallur në kërkim si autori dyshuar i vrasjes. Pas një konflikti për motive të dobta, besohet për dritat e gjata të makinës, ai dyshohet se ka qelluar me armë drejt biznesmenit dhe personave të tjerë që e shoqëronin. Sulçaj është zbuluar pas verifikimit të kamerave të sigurisë së bizneseve që ndodhen në rrugën që përshkon zonën. Ato treguan automjetin e autorit që lëvizte me shpejtësi në ikje nga vendi i ngjarjes. Pas identifikimit të Kamber Sulçajt, policia gjeti të fshehur në një stan në një zonë të thellë malore makinën e tij dhe rrobat që kishte veshur ditën e krimit. Po ashtu zbulua hedhur një shkurre, një çantë që mbante një palë dylbi me rreze infra, një palë dylbi termike, një mbajtëse arme dhe një elektrik dore. Ndërsa gjatë kontrollit të banesës së tij dhe të familjarëve u sekuestruan 2.5 milion lek, 3 armë gjahu, municion për armë gjahu me saçme, municion për armë me vjaska, 450 fara kanabisi dhe 2 kasaforta. Sipas policisë, vrasja e biznesmenit italian ndodhi brenda pak minutave. Debati për dritat e gjata të makinës bëri që Kamber Sulçaj të hakmerrej, duke qelluar drejt grupit të personave e duke rrezikuar jetën e të gjithëve. 48 vjeçari tashmë është shpallur në kërkim dhe akuzohet për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, armbajtje pa leje dhe shitje të lëndëve narkotike. Erion Velia i ka bërë hapin e paralajmëruar nga avokatët e tij duke goditur vendimin e qeverisë që e shkarkoi nga detyra. Në ankimimin e depozituar në gjykatën kushtetuese, ai thotë se mungesa në detyrë për më shumë se 3 muaj nuk lidhet me shkaqe që varen nga vullneti i tij. Sipas Veliajt, Këshilli i Ministrave ka shkelur nenet e kushtetutës që garantojnë pavarësinë e pushtetit vendor. Erion Velia e ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese vendimin e shkarkimit të tij si kryebashkiaku i Tiranës nga Këshilli i Ministrave. Ky hap i Veliajt tashmë bllokon automatikisht zgjedhjet e parakohshme për kryeqytetin deri në vendimin e gjykatës. Në ankimimin e dërguar në kushtetuese, kryebashkiaku i shkarkuar i referohet nenit 62, i cili thekson se mungesa e tij në detyrë për më shumë se 3 muajsh nuk është për shkaqe që varen prej vullnetit të tij. Neni 62 i ligjit për vetë qeverisjen vendore, i interpretuar në pajtim me nenin 115 të kushtetutës, në bazë dhe për zbatim të cilit ka dalë e konkretizon këtë standard, përfshirë edhe rastin e mungesës 3 mujore pa shkaqe objektive. Në rastin ton mungesa rrjet nga një pamundësi objektive, paraburgimi, pra nuk bie në hipotezën e nenit 62 gërmatës. Duke e trajtuar këtë mungesë objektive si shkak shkarkimi, Këshilli i Ministrave ka aplikuar një kriter të ri, që zgjendet në asnjë dispozit juridike. Sipas Veliajt, Këshilli i Ministrave nuk ka respektuar ligjin i cili sqaron dhe rastet e shkarkimit. Në mungesë të një autorizimi kushtetues, ligjvënësi nuk mund të shtojë vetë raste të tjera shkarkimi që nuk përfshihen në këtë parashikim dhe që kushtetuta nuk i ka autorizuar që ligjvënësi t'i bëjë. Për më tepër, edhe nëse i referohemi nenit 62 të ligjit për vetë qeverisjen vendore, ky i fundit parashikon vetë se është nxjerrë në bazë dhe për zbatim të nenit 115 të kushtetutës. Pra, nuk mund të kuptohet dhe as të zbatohet i shkëputur nga neni 115, që është burimi i vetëm kushtetues i kompetencës për shkarkimin e një organi vendor të zgjedhur. Velia thotë se pavarësisht masës së sigurisë, vijimësia e ushtrimit të detyrave u mundsua përmes nënkryetarës së bashkisë. Në rastin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, mungesa ishte rezultati një mase sigurie,
pra një pamundësie objektive. Dhe për më tepër, vijimësia e funksionit u sigurua përmes zbatimit të nenit 64 të të njëjtit ligj, përmes emërimit prej kryetarit të bashkisë, të nënkryetarës së bashkisë, kjo të ushtronte kompetencat e kryetarit. Pra, në themel nuk kishte asnjë shkelje të rëndë, çka e bën aktin jo vetëm të pabazuar në kushtetut, por edhe të pambështetur materialisht në rrethanat konkrete. Pas depozitimit, gjykata kushtetuese hodhi dhe shortin, kur relatori i çështjes u zgjodh gjykatësia Sonila Betja. Në Asamblen Socialiste të 11 shtatorit, kryesocialisti Edi Rama lajmëroi nevojën për zgjedhje të parakohshme në kryeqytet, teksa bëri me dije dhe emrin e Ogerta Manastirliut si kandidate e mazhorancës. Pas kësaj, kërkesë të kreut të qeverisë, Antarësia Socialiste në Këshillin Bashkiak kërkoi shkarkimin e Veliajt, e cila mori dhe mbështetjen e opozitës. Miratohet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është njoftuar zyrtarisht nga qeveria për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut dhe situatën e krijuar në Bashkinë e Tiranës. Shkresa mban datën 25 shtator, dita kur Këshilli i Ministrave vendosi shkarkimin e Veliajt. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave datë 25 shtator 2025, ju bëjmë dije se është miratuar vendimi numër 539 i Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga detyra të kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, thuhet në shkresë. KQZ ka detyrë të organizojë zgjedhjet e parakohshme në 6 bashki të vendit, duke përfshirë edhe Tiranën. Erion Veliaj, sipas udhëheqësit demokrat Sali Berisha, refuzoi marrëveshjen me Ramën, ndaj dhe ankimoi shkarkimin e tij në kushtetuese. Në një dalje për mediat, Berisha siguroi se opozita ka disa kandidat për të garuar për Tiranën. Mirdita. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi lidhur me vendimin e Erion Veliajt për të ankimuar në gjykatën kushtetuese shkarkimin nga Këshilli i Ministrave. Në një deklarat nga Selia Blu, kryedemokrati pretendoi se Rama tentoi të bënte një marrëveshje me kryebashkiakun e shkarkuar për të mos ankimuar vendimin, por dështoi. Domethënë, duket se Erion Veliaj nuk pranoi marrëveshjen gjersa ai ju ka kërkuar avokatërve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Sipas Berishës, dhe kandidatura e Ogerta Manastirliut është një plan i kreut të qeverisë. Tronditjen e tmerrshme të Ogertës kur mësoi se emrohet kandidate për kryetare bashkie. Edi Rama lau duart me te. Se Edi Rama e dorëzoi atë në fatin e kujt? Në fatin e Erion Velis. Kryedemokrati theksoi se pavarësisht se betejë do të vijojë në kushtetuese, presidenti Begaj do të firmos dekretin për datën e zgjedhjeve të pjesëshme lokale në Tiranë. Prishti nga ora 1, kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty për datën e zgjedhjeve. Gjatë konferencës, Berisha lajmëroi se po diskutohen disa emra nga të djathtët për të garuar kundër Manastirliut në Tiranë. Vendimi për dosjen Veliaj, nëse do të kaloj për gjykim apo jo, u shty për në datën 10 tetor. Shkaku bë mosmarrja e dienie të pandehurve sipas ligjit. Veliaj akuzohet për 5 vepra penale në 9 episode të ndryshme. Të njëjtën gjykata e lartë do të vendos për fatin e tij, nëse do ta vazhdojë apo jo izolimin. Sipas prokurorisë së posaçme, Veliaj përdori pushtetin e kryebashkiakut të Tiranës për t'i dhënë fonde gruas së tij, Ajola Xoxa, përmes disa shoqërive dhe organizatave jo fitimprurse. Avokatët e Sali Berishës dhe personave të tjerë të akuzuar në dosjen Partizani kërkuan që aktet në dosjen hetimore të shpallen të pavlefshme. Përballë këtyre pretendimeve, prokurori kërkoi kohë, ndërsa gjykata shtyu procesin për në datën 13 tetor. Në akuzën e korrupsionit, nisi këtë të hënë gjyqi ndaj Sali Berishës. Në gjykatën e posaçme, avokatët e të 5 të pandehurve, një zëri, kërkuan që çdo vendim i marrë deri më sot, çdo akt ligjor e përrjedhoi dhe çdo provë të shpallet e pavlefshme. Ata thonë se në dosje provat janë të përgjithshme, ndërsa prokuroria e posaçme ka dështuar të identifikojë ato individualisht.
Këtë mbrojtje e bëri fillimisht avokati Sokol Hazizaj, i ndërtuesit Fatmir Bektashi dhe i shoqërisë së tij Home Plan. Të dy edhe subjekti tregtar, por edhe personi fizik, thot Hazizaj, konsiderohen një lloj, ndaj është e pamundur sipas tij të evidentohen shkeljet e kompanisë dhe të individit. Avokatja e noteres Andja Pustina dhe e studios së saj, Klodiana Gjyzari, thotë se gjykata kushtetuese, përmes një vendimi ende të pabotuar në fletoren zyrtare, i ka konsideruar kontrollet dhe sekuestrot në këtë zyrë të palishme. Kjo u pohua edhe nga avokati ish kryeministrit Genc Gjokutaj, që ironizoi gjetjet e strukturës antikorrupsion. Të gjitha sekuestrimet edhe tek zyra Pustina janë në kundërshtim me ligjin, janë të pavlefshme, as më shumë dhe as më pak ato që kemi thënë që ditën e parë. Tashmë po i hapen petet lakrorit dhe prokurori i dëgjoj dhe javës tjetër, edhe kërkoj kohë që të përgatitet se mbase i bën të vlefshme. Ky vendim do të thotë që gjithë provat që këta kanë sjellë në gjykat, përveç mungesës faktit penal, po dhe ato që këta i konsiderojnë prova, janë absolutisht të pavlefshme dhe nuk mund të vijnë në themel të një vendimi fajësie. Në gjykat ishte i pranishëm Jamar Maltezi që me vjerën e tij ndan akuzën e korrupsionit, por edhe një më shumë, atë të pastrimit të parave. Seancat të jenë publike dhe ju të jeni prezent, të filmoni çfarë do lloj momenti, për fat keq nuk është pranuar. Prezent ishte edhe biznesmeni i pandehur Xhimi Begeja, ndërsa 3 të tjerët jo. Në mënyrë që të njihet me kërkesat e palës mbrojtëse, por edhe me vendimin e kushtetueses, prokurori që përfaqëson akuzën e Spak Arben Kraja kërkoi kohë. Diçka e tillë u pranua nga tokat e zeza që e shtyn gjyqin për në datën 13 tetor, ku pritet edhe vendimi nëse do të shpallen apo jo të pavlefshme aktet dhe provat mbi të cilat ngrihet krejt procesi gjyqësor. Një servisi në Fushkruj është vendosur një sasi lëndë plasëse gjatë natës, ka qenë vetë pronari i biznesit Alfred Gura, i cili ka njoftuar policin pasi ka parë dëmtimin në qepenin e servisit. Alfred Gura ka deklaruar në polici se nuk ka konflikte me njeri dhe se nuk ka djeni se kush mund të fshihet pas ngjarjes. Dërgoi policia avion punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, ndërsa do të kqyren edhe kamerat në zonë për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Dy qytetarë hynë me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës duke shkaktuar kaos dhe duke thyer këshilltarët. Ata u larguan nga forcat e policisë dhe u shoqëruan më pas në komisariat. Mbledhja e kësaj të hënë në Këshillin Bashkiak të Vlorës u shoqërua me debate dhe konflikte, pasi dy të rinj u futën në sallë duke shkaktuar kaos. Njëri prej tyre u konfliktua edhe me këshilltarët. Ai ka nisur të debatojë dhe të fyej. Banori thotë se i është prishur shtëpia në rrugën që lidh portin me Transballkanigen dhe nuk është pronësuar ende. Problemi është që kam 5 vjetë dhe nuk puna shpronson asnjëri. Disa pjesëtar aty i kanë marrë, disa të tjerë jo. Ku jeton? Te porti? Po, te porti. Tani jam pa banja së on çaj. Të shprishur shtëpia? Ma kanë prish shpinën dhe legët s'mi kanë dhënë. Jo, sa fole kesha. Pas këtij episodi është dashur ndërhyrja e forcave të policisë për të qetësuar situatën, ndërkohë dy qytetarët u shoqëruan për në komisariat. Prona me vlerë mbi 3 milion euro të një notereje në Tiranë janë sekuestruar nga prokuroria. Vila luksoze, apartamente, makina të shtrenjta dhe llogari bankare janë bllokuar në ndyshimin se kanë ardhur nga aktiviteti kriminal. Sanja Telhallari, noterja që shpesh herë reklamonte jetën e saj luksoze në rrjetet sociale, ka rënë në sitën e seksionit kundër pastrimit të parave, që i ka sekuestruar prona të shumta në vlerë mbi 3 milion euro. Kjo është vila e Sanja Telhallarit në një nga zonat më të shtrenjta të Tiranës, një pasuri e sekuestruar mes 15 gjithsej që janë bllokuar pas hetimit policor. Pasi seksioni kundër pastrimit të parave zbuloi pasurinë marramendëse që besohet se nuk justifikohet me të ardhurat të ligjshme, prokurori i Tiranës Ndini Tavani vendosi sekuestrimin e tyre. Krahas pronave noteres ju e sekuestruan dhe llogari bankare në vlerën afër 200.000 euro.
Jo vetëm vila, por telhallarit ju sekuestruan dhe apartamente në Tiranë dhe pronat e tjera të paluajtshme. Grupi hetimor ka dyshime se pasuria ka ardhur nga bota e krimit. Hetimet nisën në vitin 2023, në momentin kur noterës tentuan që t'i vidhin mjetin tip Mercedes G-Klas. Nga aty nisën dyshimet se telhallari nuk mund të justifikonte pasuritë e shumta që kishte në pronësi. Burime shtojnë se asaj po i verifikohen dhe pasuritë e tjera në jug të vendit që nuk i ka të regjistruara në kadastër, pasi janë me kontrata premtim shitjeje. Prokuroria dyshon se një pjesë e pronave janë të ardhura të paligjshme të ish bashkëshortit Klodian Porja, i cili rezulton në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, i dënuar me 21 vite burg për shfrytëzim prostitucioni. Edhe familja e saj kishte probleme me drejtësinë. Në 29 prill të këtij viti, babai dhe vëllai i saj Arjan dhe Lorenz Telhallari u bën pjesë e një konflikti ku u përdoren armët pranë zyres elektorale të PSD-s në Alidem duke terrorizuar banorët. Për këtë ngjarje gjykata liroi Lorenz Telhallarin 24 vjeç, duke konsideruar se nuk kreu vepër penale, ndërsa babai i noterës u la në arrest shtëpie për kanosje dhe armbajtje pa leje. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.